Ka njerëz që e ngarkojnë veten shumë për disa ditë. Për shembull, një ditë e shikon ato bën shumë vepra të mira. Nafile, lexim Kur'ani, mësim përmendesh me radhë. Pastaj ndodh që një kohë, disa ditë shkëputet. A mund të na japësh një këshill se si këta njerëz të motivohen? Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Khudhu min al-amali ma tutiqun, fa wallahi la yamalla Allahu hatta tamallu." Ka thënë, bëni aq vepra sa mund t'i përballoni me lehtësi dhe pa ndërprerje, sepse Allahu nuk do ta ndërpresë mirësinë ndaj jush derisa ju të mërziteni, t'i lini veprat e mira e përpasoj Allahu i lartësuar pastaj e ndërpret mirësinë ndaj jush. Atëherë profeti na ka këshilluar që të bëjmë aq vepra sa ne mund t'i përballojmë me lehtësi. Prandaj detyrat duhet i kryejmë patjetër, detyrat farzet. Nga gjunahet duhet ruhemi. Në lidhje me veprat nafile, që janë vullnetare, që janë detyrë, kemi një program të vazhdueshëm, dhe të mos e ngarkojmë veten. Po ta fillojmë me nga pak, që të mund t'i kryejmë me lehtësi. Prandaj e përmend edhe pak më përpara. Ta fillojmë me sunetet, t'i kryejmë sunetet rregullisht, mos i lëmë sunetet para dhe pas farzave. Vitrin, nga 3 rekatet, mos e lëm. Nëse na kalon ndonjëherë namazi sunet, ose na kalon vitri, të mund ta zëvendësojmë. Të mësojmë me këtë program. Pastaj, nëse ky na bëhet i lehtë, na bëhet rregull, atëherë ne mund të shtojmë diçka. Nëse kemi kohë, nëse kemi mundësi, nëse e shohim të lehtë. Edhe tek dhikri, bëjmë disa lloje dhikri ditor. Për 2-3 minuta, maksi 5 minuta. Pa e rënduar veten. E ta bëjmë rregullisht. Edhe tek leximi i Kuranit. Për shembull, mund të fillojë njeriu me një faqe çdo ditë. Pastaj me 3, pastaj me 5 faqe, me 10 faqe. Pasi mësohet mund të këndoj nga një xhuz për ditë. Hafuzi i Kuranit kuptohet, minimumi duhet të këndoj për ditë nga një xhuz Kurani përmendesh. Pra të bëj vepra, domethënë aq sa mund t'i përballojmë me lehtësi. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith: "La yushadda ad-din ahad inna hadha ad-din yusr." Kjo fe është e lehtë. "Wa la yushadda ad-din ahad illa ghalaba." Dhe nuk do të ketë njeri që e shtrëngon veten duke bërë vepra ose duke tepruar në çështjet e fesë, vetëm se ka me e mundur feja. Pra, do ta shtrëngoj veten, nuk do mundet të vazhdoj me këtë ritëm, edhe pastaj do të detyrohet bëj kthesë. Po ka njerëz pastaj që ose do kthehet, do të jetë i matur. Po ka edhe njerëz që i lën veprat krejt. Allahu i lartësuar na ruaj për shkak se ka bërë shumë shtrëngim vetes. Pastaj thot fesed didu. Përpiqu të jesh i matur, të jesh mesatar, të mos e teprosh, fesed didu. Wa qaribu, dhe përpiquni të jeni të përsosur. Nëse s'mundet njeriu që të jetë i përsosur, të përpiqet të afrohet përsosmërisë në bërjen e veprave të mira. Wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa shay'in min ad-dulja. Dhe pastaj thot, shfrytëzoni kohën kur je më i zellshëm. Mëngjes, pasdite, vendet arabe pasdite ka freski. Dhe në fundin e natës. Pra profeti sallallahu alaihi wasallam na këshillon që të bëjmë ibadet në kohën kur jemi më të zellshëm, kur kemi prirje më shumë që të bëjmë ibadet Allahut të lartësuar. Një nga problemet që vërejmë, domethënë, është se disa njerëz e fillojnë me vrull të madh. Duke parë shpërblimin e madh veprave të mira, mirësinë e madhe, të vazhdimit me veprat e mira, e fillojnë me vrull të madh. Edhe ndoshta e kalojnë natën me bëj ibadet. Ndoshta falë shumë namaz nafile ditën, mund të këndojnë për disa ditë shumë Kur'an, nuk lën dhikr, ai që përmendet ke libri Buroja e muslimanit për shembull, për disa ditë. Pastaj lodhen, do mësohen
dhe i lën krejt veprat nafile. Madje akoma më keq, ka që lën farzet. Ka që lën që bie gjunahet rënda, më dha. Prandaj më e mira është, siç e ka këshilluar profeti sallallahu alaihi wasallam, që ta fillojmë me pak dhe vazhdueshëm. E ta mësojmë veten kështu.